إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah në bëj prej tyre, amin. Vëllezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht të përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën kënaqësia e kësaj bote dhe botës tjetër. Vëllezër të dashur, nëse sot bëjmë një analizë kronologjike, para 40-50 viteve, sa i përket kënaqësive të kësaj bote, sa i përket begative, mirësive, furnizimit për çështjet e kësaj bote, do të hasim një ndryshim jashtëzakonisht të madh nëse e krahasojmë me vitet e sotshme. Ju vetë jeni dëshmitar më të mirë që para 40-50 viteve e mbaru bota me vështirësi, me punë të madhe, me zot kanë arritur të sigurojnë qoftë hajen, pijen për veten dhe familjet e tyre. Kanë patur vështirësi të mëdhaja. Mirë po, shëndeti, lumturia, dashuria, lidhja farefisnore, respekti kanë qenë në nivel jashtëzakonisht të lartë. Edhe përkundër kushteve të vështira shumë për të siguru haje, pije e kështu me radhë, por lumturi, respekt farefisnor, dashuri, shëndet ke patur jashtëzakonisht shumë. E gjithë kjo fal respektimit të fesë dhe zbatimit në praktik të mësimeve të fesë. Nëse analizojmë sot, ne sa i përket begative të kësaj bote, do të hasim në një ndryshim marramendës, nëse krahasojmë para 40-50 viteve. Sot kemi aq shumë begati në haje, pije, veshmbathje, shtëpi, aq shumë begati sa që nuk regjistron historia njerëzore të ketë patur njerëzimi në mbar botën kaq shumë begati si që kemi ne sot. Mirë po, edhe përkundër krejt këtyre begative, nëse analizojmë shëndetin, lumturin, dashurin, harmonin, lidhjen farefisnore, respektin, vërtet është në një nivel jashtëzakonisht të ulët fatkeqësisht. Arsyeja e këtij dështimi në aspektin shpirtëror, atë lidhje farefisnore, harmonisë, është vetëm në një shkak. Nëse e marrim ne sot me vete këtë shkak, e përmirësojmë, besoni, se do të kënaqemi
me begatit fizike që i kemi më shumë, dhe do t'i marim edhe kënaqësit shpirtërore, dhe do t'jemi jashtëzakonisht të kompletuar. E ai shkak që ne kemi humbje në aspektin shpirtëror është mos respektimi, mos bindja, mos zbatimi mësimeve të Allahut të lartësuar në praktik. E themi drejt, troq, të kuptojmë, insha Allah, kur dalim që këtu, të reflektojmë. Argument për këtë kemi ajetin Kur'anor, ku Allahu Gjelle Shanu thot, men amile salihan min dhekerin e untha, ju lutem të dëgjemi vëmendje, ju lutem për hir të Zotit. Men amile salihan min dhekerin e untha, wa huwa mu'min, kush bën punë të mira, duke qenë besimtar të Allahu i lartësuar. Kush bën punë të mira, duke qenë besimtar të Allahu i lartësuar, çfarë do të ketë për Zot ai? Çfarë do t'i japish atij? Ai që na mungon. Thot: "Felenuhyijennehu hayatan tayyiba." Ne do t'i japim atij jetë të begat, me begati të kësaj bote që i kemi shumë, elhamdulillah, po edhe me begati që na mungojnë e që është aspekti shpirtëror. Këtë do të arrijm vetëm në këtë formë. E kemi humbur pse nuk i përmbahemi kësaj formule. Besim të drejtë të fortë dhe zbatim të mësimeve të Zotit në praktikën e jetës tonë. Tjetër, وَلَنُجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E këtë punë që do ta bëjnë ata të veprat e mira me besim, përveç që në jetën e dunjas do ju japim edhe mirësi fizike, edhe shpirtërore, në botën tjetër do a shpërblejmë ato veprat të mira, të bëra me iman, të zbatuara në praktik, me shumë mirësi, shpërblime dhe kënaqësi tjera. Kjo është sistemi. Pra, nëse dëshirojmë të ndryshojmë gjendjen tonë shpirtërore, të nderit, moralit, lidhjeve farefisnore dhe të ngjashme, është vetëm kjo rrugë. Le të fillojmë praktikojmë mësimet e fesë duke filluar nga e para që është namazi. Është namazi. Është namazi, mos e lën. Nga aty fillon gjithçka. E respektove namazin e fale në kohën e vet. Ja ke nis ti marish këtë të mirat Zotit. Po se atë nuk e bëre me rend, me vend në kohë. Mund të themi kështu kushtimisht, përshëndetemi me këto humbje, deficite që i kemi. S'na vin. Ka dalë hoxha se shumë e shtrëngove. Jo vallaj, me gjanë për mu shumë du ta liroj. A di pse? Se kjo është realitet. Argumentun të sjeli për këtë, inshallah ti e merr në kokë, e fut në zemër, del që këtu dhe inshallah do të shohim ndryshime. Çfarë thot Zoti për këtë që e thash? Wa aqimis salat. Shifni, ai thot. Nëse shtrëngoj pas e liroj. Wa aqimis salat. Fale namazin në kohën e tij. E çfarë? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Se namazi do të ndale nga çdo fahsha. Namazi do të ndale nga çdo vepër e urryer, e papëlqyer dhe ulët dhe munker
nga çdo vepër e padrejtë. Pra a e pam se namazi është ajo baza e ndryshimit dhe ne të marrim këto kënaqësi të cilat na mungojnë. Pastaj të vazhdojmë edhe me praktikimin e urdhave të tjera, adhurimeve të tjera, siç është agjerimi, dhënia e zakatit, respektimi i prindërve, edukimi i fëmijëve dhe të ngjashme. Lut Allahun e lartësuar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta të na bëj fen ton të fortë edhe kur të jemi në vështirësi, edhe kur të jemi në begati. Na mundsoft Allahu të jemi me iman të fortë, me praktik të mësimeve të fesë, edhe kur të kemi, edhe atëherë kur mos të kemi. Amin. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم.